Ashtu siç paralajmëroi disa ditë më herët, kryeministri Kristian Miskovski deklaron sot se EMV tashmë ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i lidhur me rastin e mazutit në hidrocentralet edhe Vasko Kovačevskit. I pyetën nga gazetarët për hapat e ardhshëm, Miskovski tha se pret që prokuroria e lartë publike t'i shqyrtojë të gjitha faktet. Po EMV tashmë ka paraqitur ankesë ndaj vendimit skandalos të prokurorisë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe presim që tani prokuroria e lartë publike të shqyrtojë siç duhet të gjitha faktet dhe të vendosë në bazë të asaj që përmban ankesa. Prandaj, të presim se çfarë do të vendosë prokuroria e lartë publike e më pas do të komentojmë. Kujtojmë se më herët, prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i ndërpreu hetimet me arsyetimin se nuk ishte dëm ndaj buxhetit të shtetit nga furnizimi me mazut, ndaj pastaj vijuan një sër reagimesh nga VMRO-DPMN dhe disa eksponentë të saj, duke përfshirë edhe vetë kryeministi Miskovski, të cilët akuzuan prokurorët Kollarević dhe Islamabazin se kanë mbyllur lëndën që në prokurori, pasi sipas tyre ata janë të afërt të LSDM-s dhe BDI-s.